Opozitare të pranishëm në këtë shesh dhe kudo që jeni sonte, të dashur shqiptare dhe shqiptar, kudo që ndodhi sonte. Përshëndetjet e mia më të përzemërta për ju, misionare dhe misionar të pamposhtur, dhe guximtar të kombit shqiptar, të pranishëm sonte në këtë shesh beteje, dhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, partive aleate, të nderuar deputet, të pranishëm në këtë protest. Vëllezër e motra, do ta nis këtë fjalë me një mesazh që këtë javë të tmerruar nga protesta jon e kaluar, mediat e qeverisë bën gjithçka ta vendosin në harres. Mesazhi im është ky: sot ne jemi në kilometrin e fundit, me ndihmën e Zotit, asgjë s'do ta ndalë drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur shef udhkryqin në cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit ka qenë padyshim maraton jo e lehtë. Thuaj një kalvar maraton e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orwelliane. Ndaj presione dhe izolime orwelliane ndaj nesh, për dhe një qëndres stoike, sakrifica të dhimbshme nga ne. Ishin vitet një përballje tegër me regjimin e narkodiktatorit Maduro, biri një xhelati që firmoste varjen e kundërshtarëve politik dhe që përdori të gjitha mënyrat për realizimin e projektit të tij, Shqipëria me kallp opozit apo Shqipëria pa opozit. Ai bëri gjithçka, përdori burgjet, përdori trillimet, përdori manipulimet, lobimet e korruptuara, por ja ku jemi sot në të fortë se kurrë. Në udhëtimin ton, që në kilometrat e parë, ne ju dëshmuam shqiptarve dhe botës se projekti Shqipërisë pa opozit, apo kallp opozit, ishte turpi tyre, ishte turpi historisë, që ne të gatshëm për çdo çmim, kur nuk do ta pranonim. Në këtë udhëtim ne u ngritëm si feniksin nga hidhi dhe nga izolimi me i thellë arritëm në kilometrin e fundit si forca politike me mbështetur nga shqiptarët dhe partit si motra në mbar botën. Arritëm në kilometrin e fundit pasi plagosëm për vdekje bishën narkodiktatur dhe u dëshmuam shpresa e vetme e sigurt e shqiptarëve. Zoti ju bekoft. Në udhimin tonë epik,
Ne ju provuam shqiptarve dhe botës se jemi të pamposhtur dhe se sot në kilometrin e fundit jemi më të fortë, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, me punë, me vështirësi, me sakrifica, me presione të shumë llojta, por sot jemi mbledhur masivisht në këtë protestë madhështore, secili nga ne duhet të rikujtoj ato që ne realizuam së bashku hap pas hapi me qendresën tonë, me mbrojtjen e të vërtetave që besojmë gjatë kësaj opozite të vështirë. Në këtë udhtim, duke qëndruar të palkundur dhe sy me sy me narkoshtetin, në mbrojtje të vërtetave tona, të vlerave të lirisë, ne siguruam 7 rezoluta ndërkombëtare, 7 rezoluta që të gjitha partive të spektrit ton, që qeverisin vendet më të lira, më të fuqishme të planetit, dhe që de facto e kaluan Partinë Demokratike nga forca politike më izoluar në opozitën me mbështetjen më të madhe të gjitha kohërave në arenën ndërkombëtare. 7 rezoluta që damkosen para shqiptarëve dhe mbar botës Ramaduron si armikun më të egër të pluralizmit politik dhe votës së lirë të shqiptarëve, narkodiktatorin që ndërtoi në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, si kryeministrin që plaçkit dhe grabit i papërmbajtur, qytetar shqiptar, si Trubillovicin, e spastrimit të heshtur etnik të shqiptarëve nga Shqipëria, duke vërtetuar kështu se Partia Demokratike jo vetëm është parti e qendresës pamposhtur, por njëherazi parti e realizimit të pamundurave për kombin shqiptar. Parti e vizionit të sotëm dhe të ardhmes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Të dashur miq, në udhëtimin tonë të vështirë, ne vazhduam punën për të përmbushur një tjetër premtim që u dham shqiptarëve, mbrojtjen e votës dhe fal punës tuaj të ndershme me vetmohim, fal dokumentave tona, fal përkushtimit dhe persistencës, arritëm që raporti ndërkombëtar i OSBE-ODIHR-it sot është dokumenti, ligji ndërkombëtar që fakton se Edi Rama shndroi zgjedhjet e vitit 2025 në një farzë të shëmtuar elektorale. Përpjekjet e lobimit korruptiv të tij për të parandaluar këtë raport dështuan plotësisht. Miq, jo vetëm kaq, por ne në fakt këto vite u përballëm si asnjë opozit tjetër në Europë, jo vetëm me një qeveri autoritare, por me keqja e të gjitha të këqijave, ne u përballëm me një qeveri organizat kriminale të kryesuar nga Ramaduro i Europës. Dhe de facto e drejtuar nga klanet më të rrezikshme, më të fuqishme të marijuanës, kokainës në Europë dhe në botë. Miqtë e mi, ne u përballëm këto vite me sundimin e krimit dhe drogës, me urdhrat, vendimarrjet e saj. Ne u përballëm me një propagandë që 24 orë mbi 24 orë mashtron, trillon, manipulon shqiptarët. Ne u përballëm me një sundim të medjave nga narkoqeveria,
që pa adaptojnë një censur të tmerrshme ndaj opozitës. Ne u përballëm me glorifikimin e të keqes, demonizimin e të vërtetës, demonizimin e opozitës. U përballëm me një qeveri kriminale që vjedh miliarde e miliarda euro nga taksat dhe pasuritë publike dhe vjedhjet e saj i shtron në vota, votat i shtron në vjedhje të reja. Miqtë e mi, nuk e bëj pa qëllim të rikujtesë të këtyre viteve të fundit, por e bëj sepse pas kësaj maratonet e gjatë, opozita ka arritur tani pikrisht në kilometrin e fundit. Përpara triumfit të saj, dhe këtu nuk do të kishim arritur kur pa bërë punën që kemi bërë, pa arritjet që përmenda, pa patur si parti të vërtet opozitare Partinë Demokratike, pa mbështetje ndërkombëtare që kemi sot, pa dokumentat që disponojmë, që faktojnë farsë elektorale, misioni ynë, shpëtimi i Shqipërisë, do mbetej thjesht një aspirat pa mundësi reale për të konkretizuar. Ndaj dhe njëherë të dashur demokratë dhe demokrat, nuk kemi kur aty ku ishim, nuk jemi më në rrugë pa krye, nuk jemi në mjegullnaj, por jemi në kilometrin e fundit, jemi në agun e triumfit tonë. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Edi Rama nuk iken me farzë zgjedhore. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se diktatura nuk iken me votë, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi ne sot. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Edi Rama kryeson organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Maduro është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Palloshi Lubis është pengu i saj. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Gysagasi është Rama i Errësirës dhe se Mirlinda e Akshit është si motër siameze e lindës së Surrelit. Sot, shumica e shqiptarëve po e kuptojnë dhe se Rama ka blokuar drejtësinë për të mbrojtur veten, familjarët e tij, pasi ka vjedhur jo miliona, po miliarda. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se kryehajduti shqiptarëve nuk iken nga drejtësia, por ai përmbyset vetëm nga zemrimi, revolta dhe vetëm revolta juaj. Mirë po, nëse sot gjendemi në kilometrin e fundit të opozitës tonë, përveç arritjeve tona dërtanishme, edhe për një arsye tjetër, ne do triumfojmë. Dhe kjo arsye është kriza e thellë që Edi Rama po kalon, me narkoshtetin që po i shembet përsipër, e pat ju vetë. Një javë të tërë, Edi Rama kërkosej me një ftesë formale që presidenti Donald Trump ju kishte bërë vendeve partnere për bordën e paqes. E pas se si Rama e përdori atë ftesë për të shitur veten, sigurisht arkitekti i bordit, sigurisht themeluesi, por çfarë ndodhi? Ndodhi që në mbledhjen themeluese të bordit, aty ku firmos
Bordi i Paqes në Davos. Edi Rama nuk e pranon të salla. Edi Rama gjendej në parlament, duke bërë avokatin e lubis, duke uluritur, duke sha si ordiner opozitën. Miqtë e mi, koha ka ndryshuar. Stina është e jona. Ne sot nuk jemi më një parti. Nuk jemi këtu as për një individ. Nuk jemi këtu për asgjë tjetër, por jemi këtu për ndërgjegjen tonë. Jemi këtu për idealet tona. Ne jemi këtu për ndërgjegjen tonë kombëtare si shqiptar, sepse nuk duhem e nuk pranojmë më kurrë që Shqipëria të vjedhiset në honet e historisë, të shpopullohet dhe të ecë sigurt drejt shkretimit nga banorët e saj. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kurrë që për karrigën e krimit të Edi Ramës, zgjedhjet tona të shtrohen në opozit. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kurrë që pasuritë publike, taksat e shqiptarëve të plaçkiten nga një grup qeveritarësh, kurse shqiptarët të zhyten çdo ditë me thellë në varfëri dhe mjerim. Ne jemi këtu si ndërgjegje qytetare, si ndërgjegje njerëzore, se s'mund të pranojmë kurrë këtë agresion të tmerrshëm kundër familjes shqiptare. Ne jemi këtu si qytetarë të denjë të këtij vendi, se nuk mund të pranojmë kurrë këtë emër të zi që Edi Rama i ka dhënë Shqipërisë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Prandaj, të dashur qytetarë dhe qytetarë, sonte është thirrja e madhe, është ora jonë të bashkohemi, për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dignitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e trive shqiptarë në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Edhe njëherë ju ftoj të bashkohemi, të vazhdojmë të betejë, të vazhdojmë të rrugë në kilometrin e fundit, në kilometrin e fitores. Rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
Vlezër dhe motra, kështu si qemi, zhvendosemi në kuvendin e Shqipërisë, aty ku lindin, votohen të gjitha krimet dhe vjedhjet e narkoshtetit, të gjithë bashk, të kuvendin narkosit. Shkojmë të gjithë atje,